Shko, ju të Digital Academy nuk na paguani për këtë podcastin, por ti se ke idenë se sa lek bëjnë këto këshilla që po. E ke idenë, kam përshtypjen se i shet. Por që faleminderit shumë që na jep këto këshilla, për shembull këtë notë si nuk e dija. Ai the note është mirë që ti zëre se prezantosh. Ato që bën gabim është që duan të çesin që të the note. Është prezantimi i parë si. Është kur je shumë si në ascensor, si spam. Është shumë gabim, po. Unë kam shtëpi për të qitur, na ka vizitën. Pra duhet kryesh marrëdhënie një herë, apo jo? Mënyra më mirë që ne bëjmë këtë në trajnime, është që i themi, "Shëndetje, unë jam Renato Civili, jam konsulent dhe trajner marketingu digital. Kemi ndihmuar shumë kompani dhe do kisha dëshirë të ftoja në networkun tim, se mendoj të mund të kemi bashkëpunim edhe me ju së shpejti. Faleminderit." Një prezantim që ai të di kush je, çfarë bën, si mund ta ndihmosh në ta ndihmosh atë pre. Dhe faleminderit. Por tani mendo të thuash si Digital Academy, ne jemi akademia më e mirë në rajon. Vetëm ne kemi parë nga statistikat edhe nga ato që kemi trajnuar, vetëm duke shtuar edhe note në LinkedIn, jo direct connect, rritet 80% shanset që ai të pranojë. Se ti po bën thjesht një prezantim. Kurse nëse bën direct connect, ai thot, "Ore, kush është ky? Unë nuk e njoh. Nuk kam se ta pranoj ftesën." Dhe shumica nuk, sidomos ato që janë nivel menaxherial drejtues, thot, "Ky di do mshesi, kështu që s'po e pranoj fare." S'po e pranoj fare, po. Kurse mënyra më mirë është kjo që ti prezantosh duke treguar ndoshta një interes për bashkët.